Zjarë masiv në Darzez, po digjen pyjet, po digjen pishat. Kështu, krejt papritur, merë zjarë Darzezë. Pyetja është e thjeshtë. Kush do ndërtojë në Darzez? Por qofse mendoni thellë, do arrini të gjeni përgjigjen. Oligarkët e mëdhenj të një Shqipërie të vogël, të cilët po e shkatrojnë, po e ndajnë, po e shqyejnë në copa Shqipërinë e vogël. Sepse këta janë oligarkët e mëdhenj. E kanë marrë Darzezën, do ndërtojnë. Dhe do shikoni se kush do ndërtojë dhe si do ndërtohet. Kjo është Shqipëria jonë, miqtë e mi. Kjo është Shqipëria ku është jo Shqipëria shqiptarëve, por Shqipëria të pasurve, që kanë dhe mund të bëjnë çdo gjë, sepse kanë paran dhe blejnë tokën tonë të përbashkët, pasurinë tonë të përbashkët, e ardhmja jonë përbashkët që quhet Shqipëria.